Ministria Politiko-Sociale, Demografisë dhe të rinjve ka informuar sot se pagesa e pensionistëve po zhvillohet rregullisht dhe pa ndryshime. Në njoftim thuhet se procedura në gjykatën kushtetuese nuk ndryshon asgjë në modelin aktual dhe të gjitha pensionet paguhen në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Ministria po ashtu sqaron se hapja një procedure nuk do të thotë heqja ose ndryshimi i masave që janë aktualisht në fuqi dhe se të gjitha zgjidhjet ligjore mbeten në fuqi derisa gjykata të marrë një vendim përfundimtar. Ministria u bën thirrje pensionistëve të mos u nënshtrohen dezinformatave dhe spekulimeve. Çdo ndryshim i mundshëm në kuadrin ligjor do të komunikohet në kohë dhe në mënyrë transparente. Ndërkaq kryeministri Ristian Mickoski, duke komentuar protestën e djeshme të pensionistëve, ka akuzuar se gjykatësit janë instalacioni i LSDM-s dhe sulmojnë vazhdimisht qeverinë, ndërsa goditja e fundit, siç u shpreh ai, është ndaj pensionistëve. Mickoski tha se askush nuk ka të drejtë t'u marrë mjetet që veç më u janë paguar dhe se shfuqizimi eventual do të ishte i padrejtë dhe jo kushtetues. Gjykatësit e kushtetueses kanë 3 opsione: rritje lineare të shpallin jo kushtetuese. Kjo do thotë se nga 1 janari 75% e pensionistëve do të kenë pensione më të ulta për 3 deri në 4.000 denar. Opsioni i dytë është që të gjejnë ndonjë logjik, sipas meje të zberk dhe të padrejtë, që rritjen e ardhshme ta shpallin jo kushtetuese, ndërsa të tjerat kushtetuese. Unë nuk jam jurist, por jam konsultuar me shumë jurist dhe sipas meje, kjo tingëllon shumë qesharake. Dhe opsioni i tretë është që të shpallin kushtetues. Gjykata kushtetuese ka filluar procedurë për të vlerësuar kushtetueshmërinë e ligjit për rritjen lineare të pensioneve dhe do të shqyrtojë nëse zgjidhja ligjore është e justifikuar dhe mjaftueshëm e balancuar. Debati publik rreth kësaj nisi pasi Mickoski në seancën e fundit për pyetje deputetësh tha se gjykatësja kushtetuese Dobrela Kacarska, e cila e nisi këtë procedurë, veçme ka nënshkruar vendimin për të shfuqizuar dispozitën ligjore për një rritje lineare të pensioneve dhe se që nga muaji i ardhshëm shumica e pensionistëve do të marrin pensione më të ulta, por kushtetuesja e hodhi poshtë pretendimin e Mickoskit, duke thënë se nuk është marrë asnjë vendim përfundimtar për këtë lëndë. Nga ana tjetër, pensionistët kanë protestuar të hënën para kushtetueses, ku kërkuan që rritja e pensionistëve të bëhet në mënyrë lineare dhe jo sipas përqindjes.